Vëllezër dhe motra, siç keni mësuar dhe nga njoftimi zyrtar që kisha jon ka nxjerr, sot është një ditë e madhe historike për kishën tonë, pasi pas jetëndërimit të kryepiskopit ton Anastas dhe pas respektimit të gjitha ditëve të zi sipas traditave tona ortodokse, sot Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë është i thirrur për t'i dhënë Mitropolisë të Tiranës atin e saj të ri dhe Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë kryepiskopin dhe primatin e saj të ri. Për këtë qëllim, Sinodi i Shenjtë, me njëherë tani pas meshës, do të mblidhet në një mbledhje të jashtëzakonshme, me qëllimin e vetëm që sipas traditës së shenjtë dhe në përputhje me kanonet e shenjta dhe me statutin e Kishës sonë Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, të zgjedhë kryepiskopin e ri. Kjo mbledhje do të jetë në drejtimin e Mitropolitit të Korçës Sirsi Joanit, i cili deri tani luajti dhe rolin e mbikëqyrësit të fronit kryepiskopal, të cilin e falenderojmë për kujdesin dhe dashurinë që tregoi për Mitropolin tonë dhe për Kishën e Shqipërisë gjatë gjithë këtyre ditëve dhe muajve, le të themi. Ndërkohë që Sinodi është në mbledhje, juve jeni të lutur që të qëndroni në Kishë ose edhe në rrethinat pranë saj dhe sapo të dëgjoni këmbanat që do të bien, të mblidhemi të gjithë në Kishë, sepse kryepiskopi i ri sapo zgjedhur do të kryej shërbesën e përkatëse dhe do të japë mesazhin e tij të madh nëpërmjet të cilit njofton klerin dhe popullin për pranimin e detyrës së tij të lartë. Jeni të ftuar të qëndroni në lutje, të bashkuar në lutje me Sinodin ton të shenjtë. Bekuar është Perëndia ynë, gjithnjë tani e për erën e jetë të jetëve.
sipas mëshirës sate të madhe, të lutemi dëgjoj, mëshiro. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi për kryepritëritë e shenjtë që përbëjnë sinodin e shenjtë të Kishës Shqipërisë dhe për të gjithë vllazërin tonë më Krishti. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Lutemi për Republikën e Shqipërisë, qeverinë, ushtrinë dhe gjithë popullin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lutemi për mëshirë, jetë, paqe, shëndet, shpëtim, vështrim, djesë dhe ruajtje të klerit dhe të popullit të dioqezës së hy shpëtuar që më është besuar. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot. Se ti e Perëndi mëshirues dhe njeridashës, dhe ty ta drejtojmë lavdi, Atit e Birit edhe Shpirtit shenjtë, tani e për erë në jetë të jetëve. Lavdime ty, o Krisht, Perëndi, shpresa jonë, lavdime ty. Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të shenjtë, tani e për erë në jetë jetëve. Amin. Mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, mëshiro, Zot, bekor për e Zot i shenjtë. Ai që dërgoi prej qiellit në formë gjuhësh të zjarta, shpirtin e të shenjtë, bindzënësi dhe apostujt e tij të shenjtë, Krishti Perëndiu i vërtet, me ndërmjetimet e nënëstit të shenjtë, pacënuar këtë papërlyer, me fuqinë e kryqit të nderuar dhe jetëbërës, me mbrojtjen e fuqive qellore të çmuara dhe pa trup, me lutjet e nderuarit lavdëruarit profetit, Parëndësit dhe Pakzorit Johan, të apostujve të shenjtë lavdëruar dhe dëgjuar, të dëshmorëve të shenjtë lavdëruar dhe mundës të shkëlqyer, të etërve të anoshënar dhe i prurës, dhe i primve të shenjtë dhe drejt Joakimit dhe Anës, të Shën Grigor Palamajt, të dëshmorëve Savini, Juliani, dhe shënarët Kristodhuli dhe Amini që kremtojmë sot, dhe të gjithë shenjtorëve, na mëshiroft dhe na shpëtoft si Perëndi i mirë dhe njeridashës. Me urata të etërve tanë të shenjtë, të Zotin Jesu Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Sinodi i shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, me fjetjen në Zotin të kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastasit, froni kryepiskopal mbeti vakant. Për këtë arsye, ne kryepriftërinë të që përbëjmë sinodin e shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, u mblodhëm sot, më 16 mars 2025, në qendrën sinodike në Tiranë, nën kryesinë e hirësisë së tij, mitropoliti të Korçës, Im Zot Joanit, në cilësinë e mbikëqyrësit të fronit kryepiskopal, me thirrjen e Shpirtit të Shenjtë, sipas kanoneve të shenjta dhe statutit të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, duke paraqitur votat tona kanonike mbi tryezën e shenjtë, kemi zgjedhur mitropolitin e Korçës, hirësinë e tij Im Zot Joanin, kryepiskop të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Dhe primat të Kishës së Shenjtë Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Në këtë orë të bekuar, e shpallim si kryebariun, mësuesin dhe udhëheqësin tonë.
Hirësia e tij, mitropoliti i Korçës, mbikëqyrësi i Fronit kryepiskopal Joani. Hirësia e tij, mitropoliti i Gjirokastrës Dimitri. Hirësia e tij, mitropoliti i Apollonisë Nikola. Hirësia e tij, mitropoliti i Elbasanit Andoni. Hirësia e tij, mitropoliti i Beratit Asti. Hirësia e tij, mitropoliti i Amantias Nathanaili. Hirësia e tij, episkopi i Krujës Anastasi. Fronëzimi i kryepiskopit të ri do të bëhet të shtunën më datë 29 mars 2025 në Katedralen Ngjallja e Krishtit. Duke lavdëruar Perëndin Triadik, falenderoj kryeprifët e Sinodit të Shenjtë, të udhëhequr nga hiri i Shpirtit Shenjtë, për zgjedhjen time në fronin e nderuar kryepiskopal të Kishës Orthodokse Autoqefalit Shqipërisë. Me përulësi, duke u bindur vullnetit hynor, pranoj këtë shërbim të lartë dhe premtoj se do ta zbatoj me devotshmëri detyrën time kryepriftërore. Do të respektoj kanonet e shenjta dhe traditën e shenjtë e do të përpiqem me gjithë forcën time të mbroj të drejtat e kishës dhe të udhëheq grigjen shpirtërore që më është besuar. I vetëdijshëm për peshën e kësaj përgjegjësie, i lutem Zotit tonë Jezu Krisht, themeluesit të kishës, të më jap ndriçim, forcë dhe urtësi për të përmbushur këtë mision të shenjtë ndaj kishës së tij. Me dorën time e nënshkruaj këtë zotim.
duke falendruar përsëri hierarkët e sinodit tonë të shenjtë e të gjithëve juve për pjesëmarrjen, lutem që Perëndia ta mbrojë gjithmonë kishën tonë. Amin. Dhe I bashkë fronshëm